Përshëndetje të nderuar teleshikues, mirë se erdhët në edicionin e lajmeve këtu në televizionin Opinion. Fluks në pikën kufitare të Vërmicës, pas muajit të shenjtë të Ramazanit, kosovarët janë mësyn bregdetit shqiptar. Rezervuari i ujit në ambientet e Kalasë së qytetit i ashpër për sytë e turistëve që vizitojnë këtë objekt të rëndësishëm të trashëgimisë kulturore të Prizrenit. Kuvendi i Kosovës e që nga rendi ditës votimin për forcat armatosura të Kosovës. Përfundon në Ramazani nis fluksi i kosovarëve drejt bregdetit shqiptar. Vitin e kaluar me shumë se 1 milion shtetas kosovar kaluan pushimet në bregdetin e Shqipërisë. Pushuesit ndihen të sigurt gjatë pushimeve. Me njëherë pas mbylljes së muajit të madhërueshëm të Ramazanit dhe festës së Bajramit të Madh, ka nisur fluksi i ardhjes së qindra shqiptarëve të Kosovës që mësyn bregdetin shqiptar për të kaluar ditët e nxehta të stinës së verës. Këtë fundjavë në rrugën e Kombit ka patur një fluks udhëtarësh të cilët vinin nga Kosova me destinacion Vlorën, Durrësin, Sarandën apo edhe Velipojën e Shëngjinin. Ata shprehen se ndjehen të sigurt në bregdetin shqiptar, po ashtu edhe në rrugën e Kombit, sako që uniformat blu kanë rritur vigjilencën për të evituar aksidente të mundshme apo dhe incidente të tjera. Do të shkojmë për Shëngjin ose Durrës. Pushime një 2 ditë për vikend me këta punëtorët e mi. Kemi kalu shumë mirë, na pritën shumë mirë se i xheru do vonë aty edhe nuk na vënë shumë. Po jemi shumë të sigurt për të arsye edhe po shkojmë. Na pëlqen vendi edhe unë kam qenë edhe para 10 dite, 4 ditë kam qëndruar pushime. E kom bërë rezervimin edhe sot po shkoj më petë. Ishte fluks po kalimin pik ishte shumë i shpejt edhe nuk u vrente ndonjë grumbull i madh njerëz. Normal se është sigurt pse më smart. Unë jam vendin tim, pse jam Kosovë, për jashtë më ata jemi gjithë këtu. Na shkojnë çdo javë, çdo për 2 ditë pushime, shumë janë jemi. Po shkojmë në Shqipëri, mi kalu pushimet, siguri ka plot, do rrim janë një javë 10 ditë, sa të na rrihet. Rruga e sigurt, gjithçka në rregull. Përpara se të niste muaji i madhërueshëm i Ramazanit ka patur një numër të lartë shtetasit, të cilët i drejtoheshin bregdetit të shqiptar për të kaluar pushimet, por me nisjen e Ramazanit shumë prej tyre u larguan nga bregdeti, fenomen që u pranua dhe nga hotelet apo dhe shtëpitë e pushimit. Bregdeti i Durrësit, Shëngjinit dhe Velipojës janë frekuentuar së tepërmi nga pushuesit kosovar dhe vitin e kaluar, ku më shumë se 1 milion pushues nga Kosova frekuentuan brigjet e Shqipërisë. Objekti më i vizituar i trashëgimisë kulturore në qytetin e Prizrenit po dëmtohet nga ujërat që rrjedhin gypat e rezervuarit që ishte vendosur në hapësirat e Kalasë në vitet e 50-ta. Ende nuk është gjetur një gjuhë e përbashkët në mes të hidroregionit jugor dhe Institutit të Trashëgimisë Kulturore për dislokimin e tij jashtë Kalasë. Në qendër të Kalasë së qytetit të Prizrenit ekziston një bazen uji që nuk ka lidhje me trashëgimin kulturore. Ai ka ngelur këtu që nga vitet e 50-ta, ndërsa deri më tani i u ka sjell mjaft telashe Institutit për mbrojtjen e trashëgimisë kulturore. Ky objekt ka dëmtuar dhe një pjesë të murit të Kalasë, thot arkeologu Shafi Gashi. Natyrisht rezervuari i ujit është një objekt që gjendet brenda hapësirës së Kalasë që nga vitet e 50 dhe natyrisht ne shpresojmë që në vitin 2017 kur edhe me një farforme do arrijmë që një pjesë të mirë të këtij projekti ta përfundojmë, dëshirojmë me çdo kush që ky objekt dislokohet jashtë Kalasë për vetë faktin që është brenda një monumenti kulture dhe në njëjtën kohë ai objekt shkakton pa ndërprej të lashe për vetë monumentin e trashëgimisë kulturore. Do thotë në fasadën jugperëndimore, poshtë murit Kalasë, çdo qytetar shef që ka një rrjedhë masive të ujit dhe që sipas gjitha gjasave kjo rrjedhë del, do thotë rrjedhë është nga vetë rezervuari. Po ashtu në portën kryesore të Kalasë, përmes portës kryesore të Kalasë, kalojnë edhe gypa shumë të mëdha metalik, të cilët po ashtu janë të vjetruar dhe shumica e qytetarëve kanë pasur që pa ndërprej, pothuajse 10 vitet e fundit, ka rrjedhje të porta kryesore dhe sipas gjitha gjasave ato gypa janë të vjetruar dhe shkaktojnë probleme pa ndërprerje. Zgjidhja vetme e këtij problemi është vetëm dislokimi i objektit jashtë mureve të Kalasë, thot Gashi. Ne po bëjmë përpjekje, dje kemi patur një takim pune me përfaqësues e hidroregionit dhe shpresojmë që gjithë artert që janë pjesë të këtij procesi bëjmë të pamundurën që ky monument të dislokohet jashtë Kalasë dhe
njerë për gjithmonë zgjidhet ky kancer i këtij monumenti që vërtet mund na shkaktoj shumë të lashe. Sidomos në rrjedhët masive kur ka, mund të rrshet pothuajse gjithë pjesa jugperëndimore e murit masiv, gjithsesi një mur që është mbi 10 metra i lartë dhe që pa ndërprej është i nënshtrum lagështisë dhe faktorit natyrë, do thotë. Por përgjegjës për këtë është Hidroregjoni Jugor. Drejtori teknik i kësaj kompanie na informoi shkurt përmes telefonit: "Kemi marrë një kërkesë për dislokimin e rezervuarit, por ende nuk kemi ndonjë përfundim të saktë." Udhëheqësi i punimeve të Kalas arkeologu Shafi Gashi thotë se kompania Hidroregjonit Jugor nuk mund të ketë mundësi të investojë shuma të mëdha në këtë projekt, por Ministria për Kulturë, Një dhe Sport dhe institucionet lokale duhet të ndihmojnë në këtë drejtim. Natyrisht ata janë institucion që merren me investime, por më të vogla dhe ne ishte takimi i parë për të pa që a është në planin e afatmesëm të tyre që ky monument të sanohet apo të dislokohet jashtë apo të ketë ndonjë veprim konkret. Dhe sipas gjitha gjasave ata nuk kanë kurrë lloj buxheti dhe në pasyrat e tyre financiare nuk është e planifikuar që vitet në vazhdim, gjithsesi në vitin 2016-2017 ketë ndonjë ndërhyrje atje. Ministria e Kulturës thotë ka për obligim të mbështesë projektet të trashëgimisë kulturore dhe në asnjë mënyrë nuk guxon që buxheti i trashëgimisë kulturore të dislokohet për diçka tjetër. Por unë shpresoj që me takimet e ardhshme, Ministria e Kulturës, Ministria e Infrastrukturës ndoshta ose Kuvendi Komunal të kenë një takim pune dhe natyrisht ky shqetësim ngritet në një instanca më të lartë dhe në mbledhjen e qeverisë ndoshta të futet në tabelat buxhetore për vitin 2016 që të fillojnë punimet atje. Gjithsesi dislokimi i këtij rezervuari ose ndërtimi i një rezervuari të ri jashtë ambientit të Kalas ku nuk ka devastime kulturore, gjithsesi arkeologjike dhe nuk paraqet ndonjë të lashe tjetër. Një pjesë përgjithsisht është edhe përgjegjësia e institucioneve lokale, por e them edhe një herë varet se sa stafi profesional çfarë kosto do të nxjerr për atë objekt dhe mbi bazën e asaj pastaj do të shihet. Po unë gjykoj që nuk më hamendë që është një projekt shumë kapital sepse bëhet fjalë për një depo ujë që ka një vakum ose gjithsesi një hapësirë rreth 500 metër kub ujë. Do të 500 metër kub ujë nuk është një diçka e madhe që do të më kushtu shumë marrëmendje, ndërsa sa i përket qasjes së gypit është ndoshta një 50 deri 100 metra gjatësi gyp që do të ndërpritet te porta e Kalas dhe të vazhdojë në pjesën jashtë Kalas. Natyrisht aty edhe në sipërfaqen e objektit shihet një mur modern, natyrisht ai mur modern duhet të zgjesohet dhe cisternet e ujit që kanë qenë të periudhave të mëhershme, ndoshta duhet tentuar që ato të pastrohen dhe të ruhen edhe më të tjerë si monumente arkeologjike, por në njëjtën kohë nuk guxojmë të prekim shumë, por gjithsesi ajo pjesa mbi që është pjesë me bloqe betonit, do thotë blokat të betonit dhe elementet të betonit mund të hiqen dhe me një farformë të jepet një pamje e kënaqshme në mënyrë që mos të vret ose mos duket që është një objekt modern i mëvonshëm. Kalaja e Prizrenit është destinacioni numër 1 turistik dhe ndodhet vetëm pak kilometra larg qytetit, në një lartësi mbi 500 metra mbi nivelin e detit. Në çdo stin, ky objekt i trashëgimisë kulturore, por edhe arkeologjik, vizitohet nga mbi 1000 vizitor në ditë. Ecim me të tjera zhvillime gjyqtari i procedurës paraprake Departamenti për krime të rënda i gjykatës themelore të Prizrenit vendosi që ndajt 12 të pandehurve nga Kosova, Shqipëria, Serbia dhe një nga Rusia të ju caktoi masën arrestit për 1 muaj. Të pandehurit se Kastrati nga Prizreni, Limaj nga Ferizaj, G. Mallaku nga Prizreni, B. Morina nga Prizreni, T. Koroleva nga Republika e Rusis qyteti Samara, A. Regja nga Shqipëria, K. Regja, R. Kryeziu, F. Patori, po nga Shqipëria, D. Milajković, M. Krstic nga Serbia, të ju caktohet para burgim për shkak të dyshimit të bazuar se kanë kryer vepër penale, trafikime qenë njerëzore, mundësim ose detyrim në prostitucion, detyrim i personit tjetër të angazhohet në prostitucion, pjesëmarrja ose organizimi i grupit kriminal të organizuar dhe veprës penale shpërlarje parash, nga neni 32 i ligjit 03 ThyPL viz 196 mbi parandalimin e shpërlarjes së parave dhe financimi i terrorizmit i datës 3/9/2010, i shpallur me datën 18/10/2010.
Të pandehuri do të mbahen në paraburgim në kohëzgjatje për 1 muaj, i cili do të llogaritet prej kohës së ndalimit, pra të datës 15/7/2015 në orat 3:30 dhe do zgjas deri me datën 14/8/2015. Gjyqtari i procedurës paraprake e miratoi kërkesën e Prokurorisë Speciale të Republikës së Kosovës, e cila kërkoi mbajtjen në paraburgim të pandehurëve. Të pandehurit dyshohen për shkelje të kodit penal, sepse si antar të grupit të organizuar kriminal, për disa vite kanë shfrytëzuar lokalet ose kafenet Matrix M, Amadeus dhe Barniki për trafikim të femrave dhe shfrytëzim seksual, dhe për rekrutimin e femrave është shfrytëzuar e pandehurit të P.K, e cila është punësuar si kamariere në kafenen Matrix M, dhe dyshohet se mjetet materiale të përfituara i kanë transferuar në llogari bankare jashtë Kosovës, duke pasur parasysh peshjen e veprave penale, të cilat janë të natyrës së rrezikshmërisë së rëndë, rrethana në të cilat janë kryer veprat penale, mënyra e kryerjes në vazhdimsi dhe të organizuar në grup. Gjykata themelore e Prizrenit i u cakton paraburgim në kohëzgjatje për 1 muaj. Gjatë vikendit në rajonin e Prizrenit janë raportuar 10 vatra zjarrësh, të cilat janë lokalizuar fal intervenimit të zjarrfikësve. Sipas policisë, zjarri ka pasur në numër të madh të dielën si në Arban tek Varezat, në Landovic, lagja Dardania, Luzhnis e Suarekës e vende të tjera. Për shkak të temperaturave tepër të larta e për pasojë në natyrë bari, është tharr i cili paraqet rrezik potencial për përhapjen e zjarreve të përmasave të mëdha, thotë në njoftimin e policisë së Prizrenit. Këta të fundit apelojnë tek qytetarët që të kenë kujdes dhe të mos përhapin vatra zjarri, si djegja e umollareve, djegja e gomave, bërllogut, hedhja e bishtave të cigareve nga vetura, hedhja e prushit në ambiente të hapura nga tangarët apo gridhat që i përdorin qytetarët në porobore, por edhe pushuesit gjatë pushimeve në natyrë. Zjarrvënia është vepër penale dhe si e tillë trajtohet nga policia. Edicionin e lajme vazhdojmë me të tjera zhvillime nga vendi dhe rajoni. Opozita ka lëshuar mbledhjen e kryesisë së Kuvendit të Kosovës, pasi opozita ka hequr nga renditjes ndryshimet kushtetuese për forcat armatosura të Kosovës. Nuk u pajtova me vendimin e mazhorancës që t'i tërheq nga pika rendit e ditës ndryshimet kushtetuese për themelimin e fakut. Kjo nuk u fut në rendin e ditës dhe unë mendoj se ky kapërsim është i qëllimshëm. Kjo është një çështje e qëllimshme nga autoritetet e tanishme të qeverisë në Kosovë. Kjo pikë do duhej të shqyrtohej në rendin e ditës së seancës së ditës së enjte, ka thënë Kunjusa pas përfundimit të takimit të kryesisë. Ndërsa kryetari i grupit parlamentar të PDK-s, Adem Grabosi, ka thënë se kanë kërkuar që të hiqet nga rendi ditës amendamentet kushtetuese. Ne duhet të informojmë drejt opinionin, ne kemi kërkuar që ligji që parasheh amendamentet kushtetuese të FSK-s të hiqet nga rendi ditës për votimin e ligjit për FSK-n, pasi që për ndryshimet kushtetuese nevojitet votimi dyfisht edhe nga minoritetet, ka thonë Grabovsi. Ai ka shtuar se shndërrimi i FSK-s në ushtritë të Kosovës është në interes të gjithë qytetarëve të Kosovës. Është duke u punuar me ngun për sjelljen në kuvend të amendamenteve që i hapin rrugë themelimit të fakut, ndërkohë kryetari i Kuvendit të Kosovës, Kadri Veseli, ka thënë pas mbledhjes së kryesisë se ligji për FSK-n është lënë për seancën e radhës, duke garantuar së shpejti do të bëhet themelimi i ushtrisë së Kosovës. Të mërkurën do të jetë vazhdimi i seancës së kaluar, ndërsa të njëjtën do të jetë seancë e rregullt, raporton Index Online. Sa i përket ligjit për fakun, Veseli ka thënë se shumë shpejt do të bëhet që Kosova me ushtri të veten, pa specifikuar ndonjë datë se kur do të procedohet në kuvend. Kuvendi i Kosovës gjatë sesionit pranveror ka treguar performancë të ulët sa i përket miratimit të ligjeve, vlerëson Instituti Demokratik i Kosovës në raportin për sesionin pranveror. Vetë deputetët e pranojnë se ka mundur të bëhet shumë. Opozita i kritikon qeverinë për mungesën e përkushtimit dhe seriozitetit, ndërsa nga koalicioni i qeverisës mungesën e miratimit të ligjeve arsytojnë me bllokadën 6 mujore institucionale të vitit të kaluar. Vetëm 16 ligje janë miratuar gjatë sesionit pranveror të Kuvendit të Kosovës, përderisa në agjendën legjislative ishin paraparë 63 projekt ligje për këtë periudhë. Kryetaria e Komisionit për Legjislacion, deputetja vetëvendosis Albulena Haxhiu, fajson qeverinë duke thënë se asgjysmën e projekt ligjeve që i ka paraparë të sjellë në kuvend nuk i ka proceduar.
Nga ana tjetër, deputeti i LDK-s Armend Zemaj, antar i Komisionit për Legjislacion, ka një arsyetim për këtë, por megjithatë pajtohet se kuvandi do duhet të ishte më aktiv. Dinamika e punëve ka qenë e grumbulluar sa i përket qoftë hartimit të legjislacionit, por dhe akteve të tjera përcjellëse që janë përcjell nga legjislatura e kaluar. Duhet të merret parasysh dhe blokada 6 mujore dhe kjo i ka paraprir një stërgjatje qoftë procedura, por dhe prurjes së ligjeve të reja. Mendoj që kuvandi duhet të jetë më aktiv, kështu pajtohem, por miratimi i projekt ligjeve ka rregulla të veçanta që janë sipas rregullave të punës së kuvandit, tha Zemaj. Ai përmend si temet faktin që në vazhdimsi nga qeveria vijnë shumë projekt ligje për plotësim ndryshim. Edhe KDI-ja thekson se në agjendën legjislative për sesionin pranveror ishin parapar 35 projekt ligje për plotësim ndryshimin e ligjeve ekzistuese. Sipas KDI-s, kuvandi kishte parapar miratimin e 55 projekt ligjeve, ndërkohë që qeveria ka sjellë dhe 8 projekt ligje të tjera që nuk ishin parapar me agjendën legjislative. Rreth 65% e projekte ligjeve të parapara janë proceduar për miratim në kuvand, mirë po gjatë kësaj periudhe në të dy leximet janë miratuar vetëm 16 ligje apo më pak se 1/4 projekt ligjeve, ndërsa rreth 40% e projekt ligjeve janë në procedurë të shqyrtimit brenda komisioneve parlamentare. Ndërkaq të mërkurën, kuvandi vazhdon punimet e seancës së 16 kurrikut me pikat e papërfunduara, ndërkaq me 23 kurrik në ora 10 mbahet seancë e re, në të cilën do të shqyrtohen për herë të parë 3 projekt ligje dhe një raport vjetor. Kështu vendosi sot kryesia e Kuvandit të Republikës së Kosovës në mbledhjen e saj të përbashkët me kryetarët e grupeve parlamentare të udhëhequr nga kryetari Kadri Veseli. Në seancën e senatës pas deklarimeve jashtë rendit të ditës dhe pyetjeve parlamentare, Kuvandi do shqyrtoj për herë të parë projekt ligjin për ndryshimin dhe plotësimin e ligjit për të drejtat e autorit dhe të drejtat e paraafërta, ndërsa në lexim të dytë do të shqyrtojë projekt ligjin me armë dhe atë për ndryshim dhe plotësimin e ligjit për pajisje me armë, municion dhe pajisje përkatëse të sigurisë për institucionet e autorizuara shtetërore për siguri. Në këtë seancë do të shqyrtohet po ashtu dhe raporti vjetor i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve për vitin 2014. Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës ka zgjedhur kryesinë e re të partisë të këtij subjekti politik i ushtuar dhe analisti Muharrem Nitaj. Pas rikonfirmimit të Ramush Haradinaj në postimin e kryetarit kuvendor zgjedhor i partisë, ka zgjedhur dhe kryesinë e re në përbërje Ardian Gjini, nën kryetari i parë, pastaj Ahmet Isufi, Donika Kadaj Bujupi, pa Lekaj e Gazmen Tabrashi nën kryetar. Blerim Kuqi është zgjedhur sekretari i përgjithshëm, Ali Berisha sekretar organizativ dhe Makbule Shkodra kryetare e Aleancës së Gruas për Kosovën. Në radhët e AK-s u rendit dhe analisti Muharrem Nitaj, ai këtë e ka publikuar në llogarinë e tij në Facebook. Pas sa vitesh si gazetar, opinionist, analist, kam vendosur që aktivitetin tim ta provoj në politik, i bindur se gjithmonë ka një moment ku duhet gjetur rrugë më të përshtatshme për të ofruar përvojën dhe dijen më të mirë për të mirën e përbashkët. Jam përcaktuar për sferën më jo popullore në Kosovë. E kam pranuar ofertën e Ramush Haradinaj jo për të ndryshuar vetë, por për të dhënë kontributin tim në ndryshimin e AK-s. I falenderoj ata që më votuan që të jem pjesë e kryesisë së AK-s, ndërkaq miqve dhe mbështetësve të mi u them se unë do të vazhdoj të jem njëri prej tyre, shkruan Nitaj në Facebook. Marrëveshja për tregtitë e lirë mes Kosovës dhe Turqisë është ratifikuar nga Parlamenti i Turqisë dhe tashmë është publikuar edhe në gazetën zyrtare. Parlamenti i Kosovës ndërkaq nuk po merret me këtë çështje. Ekspertët nga ana tjetër kanë mendime të ndryshme sa i përket marrëveshjes. Kryetari i Odës Ekonomike në Kosovë, Safet Gerxhaliu, shprehet për ratifikimin e shpejtë të marrëveshjes. Drejtori i Odës Ekonomike Amerikane në Kosovë, Arjan Zeka, marrëveshjen e sheh si sfiduese. Marrëveshja, e cila është asimetrike duke i mbrojtur prodhimet vendore kosovare me afat prej 10 vjetësh, për kryetarin e OEK-ut, Safet Gerxhaliu, është e papranueshme, prandaj kërkon ratifikim nga Parlamenti i vendit. Gerxhaliu nuk frikohet nga marrëveshja për tregtitë e lirë me Turqinë, sepse sipas i Kosova për Turqinë është një treg i vogël. Nuk është interesi i Turqisë të jetë vetëm në tregti në Kosovë, sepse është treg i vogël, por ne duhet të dimë të adresojmë kërkesat dhe të kemi biznes, plane konkrete që t'i ofrojmë dhe të hyhet në partneritet, thekson ai. Po ashtu Gerxhaliu beson në atë që shumë prodhues në Kosovë s'po mund të besojnë se edhe Kosova mund të eksportojë produkte në Turqi. Oda Ekonomike Amerikane në Kosovë nga ana tjetër ka qenë një prej asociacioneve të vetme që ka ofruar listë produkte nga Kosova që duhet të
mbrohen nga marrëveshja në fjalë, por drejtori i kësaj hode, Arjan Zeka, marrëveshjen e sheh sfiduese. E para për shkak se Turqia është një fuqi e madhe industriale e cila sfidon dhe ekonomitë e vendeve më zhvilluara, dhe e dyta për shkak se në të njëjtën kohë pasyrën në fuqi të këtyre marrëveshjeve për tregtitë e lirë nuk kemi pasur një rritje të fuqisë konkurruese të prodhuesve vendor, por kemi parë politika mbështetëse në këtë aspekt nga ana e institucioneve të vendit, tha Zeka. Edhe pse marrëveshjen e sheh si sfiduese, Zeka marrëveshjet për tregtitë e lirë në parim i sheh si mundësi, ndryshe të gjithë shtetet përreth Kosovës duke u nisur nga Shqipëria, Maqedonia, Serbia, Bosnia Hercegovina si dhe Malizi kanë ratifikuar marrëveshjet e tyre për tregtitë e lirë me Turqinë. Shikues të nderuar të televizionit Opinion, të ishin të gjitha ngjarjet më kryesore të përzgjedhur nga Departamenti i Informacionit për këtë edicion të lajmeve. Ju faleminderit për vëmendje, bashkë mirëpafshim në edicionet e radhës. Natën e mirë.